Në këtë udhëtim, do të eksplorojmë rrënjët e thella të kombit ton, duke zbuluar thesaret e mbajtura prej mijëra vitesh. Toka shqiptare është djepi një prej qytetërimeve më të lashta të Evropës, historia e lavdishme e Ilire, e cila dëshmon një qytetërim të fortë dhe rezistent. Sot, kjo trashëgimi i ruhet në 9 parqe arkeologjike zyrtare. Për t'ju ofruar një panoram të plot, ne kemi zgjeruar listën tonë në top 10, duke përfshirë një zonë arkeologjike me rëndësi të jashtëzakonshme, si dhe një zonë tjetër ekstra që gjithashtu meriton të vihet në pa. Këto janë monumentet që lidhin Shqipërinë e sotme me lashtësinë e saj ilire. Le të nisim renditjen. Në vendin e 10, nisim me parkun arkeologjik të Orikumit, i vendosur në gadishullin e Karaburunit, pranë bazës ushtarake të sotme në Vlorë. Ky park arkeologjik, dikur qyteti i Orikut, ka rrënjë të thella ilire. Ai ka një rëndësi historike të jashtëzakonshme. Pikërisht në portin e tij ka zbritur komandanti romak, Jul Cezari, me trupat e tij gjatë luftës civile romake. Ky vendbanim ilir ruajti funksionin e tij si pikë kyçe strategjike në bregdetin e Jonit, ku sot mund të shohim rënoja si teatri i vogël. Vazhdojmë në vendin e 9, në Fojnike, i cili ndodhet në Finiqin e sotëm, pranë Sarandës. Ky qytet i lashtë ishte dikur qendra më e pasur dhe më e fuqishme e rajonit, duke shërbyer si kryeqytet i shtetit të Epirit. Parku arkeologjik shuhet për muret e tij të fuqishme rrethuese dhe rënoja të shumta publike e monumentale, të cilat dëshmojnë për zhvillimin e tij urban dhe fuqinë politike. Fojnike ishte një qendër e vërtet pushteti në lashtësi. Në vendin e 8, gjejmë Amantian, zemra politike dhe fetare e fisit ilir të amantëve. Ky park ndodhet mbi një kodër dominuese, pranë fshatit Ploç në rrethin e Vlorës. Amantia është unik për trashëgiminë e tij sportive dhe urbanistike. Aty ruhen rënoja të qarta të stadiumit të lashtë dhe pjesë të akropolit të lartë, dëshmi e aktiviteteve shoqërore dhe arkitekturore të ilirëve. Rënojat e mureve dhe tempullit dëshmojnë për lulëzimin e jetës ilire larg bregdetit. Ngjitemi në vendin e 7 në Lisus, ose Lezhën e sotme. Muret e fuqishme të Lisusit, të stilit ilir dhe romak, ende shihen mbi qytet. Lisusi, i themeluar si vendbanim ilir, shërbeu si një pikë kyçe strategjike në bregdetin verior dhe lidhej ngushtë me mbretërinë ilire. Në këtë zonë historike, gjendet edhe vendi ku mbajt kuvendi i Lezhës në një periudhë më të vonë, duke e bërë këtë vend një dëshmi të rëndësisë së përhershme strategjike. Në vendin e 6, gjejmë Antigonen, një qytet me histori të thellë i vendosur në luginën e lumit Drino, pranë Gjirokastrës. Ky qytet u themelua nga piroja i Epirit dhe shuhet për planin e tij urbanistik të rregullt, i organizuar me bloqe banimi. Antigonea dëshmon për një qendër të zhvilluar, e cila fatkeqësisht u shkatërrua nga romakët. Vizitorët sot mund të shohin bazat e shtëpive dhe strukturat publike, të cilat kanë një rëndësi të madhe arkeologjike. Në vendin e 5 ndodhet Bylisi, një nga parqet më të mëdha, i vendosur pranë fshatit Hekal në rrethin e Mallakastrës. Ky është qyteti më i madh ilir i ndërtuar në mënyrë monumentale në brendësi. Bylisi dëshmon për kapacitetet e larta ndërtimore ilire, duke ruajtur ende mure fortifikuese me bloqe gjigante. Veç kësaj, këtu gjenden rënojat e teatrit të tij madhështor dhe bazat e 4 bazilikave të rëndësishme, dëshmi e një jete të pasur politike, shoqërore dhe fetare. Ngjitemi në vendin e 4 me Apollonin, parku arkeologjik më i njohur, i vendosur pranë Fierit. Ky është një nga parqet më të mëdha arkeologjike në Shqipëri. Diku një qytet i madh i Adriatikut, Apollonia ishte një qendër e madhe kulturore dhe arsimore romake, e njohur si qyteti i dritës, ku studioi edhe perandori i arshëm, Augusti. Rëndësia e tij ishte edhe strategjike, pasi ishte një pikë kyçe në rrugën Egnatia. Kompleksi i ruan ende rënoja të Odeonit, bibliotekës, monumentin ikonik të agonotetëve, si dhe manastirin e Shën Maris, ndërtesë ikonike e periudhës bizantine, që sot ruan muzeun arkeologjik, duke dëshmuar për jetën e pasur urbane dhe historinë e shtrirë në kohë. Në vendin e 3 gjejmë Butrintin, një thesar botëror i UNESCO-s,
i vendosur në një peizazh magjepsës natyror në skaj jugor të Shqipërisë, pranë Sarandës. Ky qytet muze është dëshmi e gjallë e qytetërimeve që kanë lulëzuar këtu për më shumë se 2000 vjeçar, duke qenë një pikë e rëndësishme e ilire dhe më pas një qendër romake. Butrinti është unik, pasi ruan muret e lashta, teatri madhështor të shekullit të tretë, pagëzimoren ikonike të hershme bizantine me mozaik të ruajtur, si dhe rënoja romake si banjo publike dhe forumi. Përveç rëndësisë historike, Butrinti shuhet për harmoninë e rrallë, ku mbetjet antike bashkëtojnë me florën dhe faunën e parkut. Kjo ndërthurje e historisë me natyrën e bën Butrintin një përvojë të paharrueshme. Në vendin e dytë, vendosim parkun arkeologjik të Shkodrës, ku gjendet edhe kalaja e Rozafës. Kjo kala ikonike qëndron mbi bazat e Skodrës së lashtë, kryeqendër e mbretërisë ilire në mbretin Genti. Ky park, përveç mureve të tij masive, përfshin edhe rënojat e kapitanerisë dhe objekteve të ndryshme të kultit. Si një nga parqet më të vizituara, ai dëshmon për rëndësinë e madhe strategjike dhe historike të kësaj qendre ilire në veri. Përpara se të shpallim vendin e parë, duhet të bëjmë një përmendje nderi të merituar, Dimali. Ky qytet i rëndësishëm ilir gjendet në rajonin e Kuçovës. Dimali ishte një nga qytetet ilire më të fortifikuara, i ndërtuar në një pozicion strategjik. Aty ruhet edhe kalaja e Krotinës, një dëshmi e fuqishme e kapacitetit mbrojtës të ilirëve. Edhe pse aktualisht është një zonë arkeologjike dhe jo park zyrtar, Dimali përbën një dëshmi të fortë të rëndësisë së trashëgimisë ilire. Dhe në vendin e parë, shpallim Durrësin e lashtë. Ky qytet, i njohur si Dyrahu, u ngrit mbi një vendbanim të hershëm ilir, duke u bërë qendra më e madhe urbane dhe porti kryesor në Adriatik. Durrësi nuk është një park arkeologjik i mirëfillt, por zona e tij është e pakrahasueshme. Nëse do të gërmohej, i gjithë qyteti i vjetër do të ishte një zonë masive arkeologjike. Ai ruan amfiteatrin, një ndër më të mëdhenjt në Ballkan dhe thesaret e muzeut arkeologjik. Përveç këtyre, brenda qytetit mund të shihni qartë rënojat e forumit bizantin, muret e kalas dhe kullën veneciane. Kjo mbivendosje e historisë së thellë vendase në qendër të Durrësit modern e bën atë një ndër trashëgimit më të mëdha dhe më të rëndësishme arkeologjike të Shqipërisë. Këto 11 vende janë dëshmi e trashëgimisë së jashtëzakonshme dhe historisë mijëravjeçare të vendit tonë. Nga bylisi i lirë te madhështia e Dyrahut, çdo gur tregon një histori të lashtësisë. Na mbështesni për më shumë histori, duke na treguar me një like, nëse ju pëlqeu ky udhëtim. Shkruani në komente cili ka qenë qyteti më i bukur apo më i rëndësishëm dikur. Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanal, për të mos humbur videot e ardhshme rreth trashëgimisë dhe historisë së Shqipërisë. Si një shënim i rëndësishëm, të gjitha lokacionet për këto 11 parqe dhe zona arkeologjike i gjeni të listuara në përshkrimin e kësaj videoje.